Dhikri dhe vlera e tij. Vepra më e dashur tek Allahu është të vdesësh me gjuhë të lagur, duke bërë dhikr, duke falendëruar dhe madhëruar Allahun. Fjalët më të dashura tek Allahu janë këto të katër: madhëria i përket Allahut të madhëruar, falënderimi i takon vetëm Allahut të madhëruar, nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, dhe Allahu është më i madhi. Nuk të dëmton gjë ajo se me cilën prej këtyre fillon së pari. Radhitja nuk është me rëndësi. Fjala më e dashur tek Allahu është që robi, njeriu të thotë: Subhanallahu wa bihamdihi. Madhëria dhe falënderimi i përkasin Allahut madhëruar. Njeriu më i gëzuar me shefatin tim në ditën e Kiametit do t'jetë ai i cili thotë: La ilahe illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, me zemër të pastër e të sinqertë. A doni t'ju lajmëroj diçka që kur ndonjërit prej jush i bie ndonjë fatkeqësi apo brenge kësaj bote, ai të lutet e pastaj të çlirohet nga ajo? Është lutje edhe Nunit, banori peshkut, Yunusi, kur ishte në barkun e peshkut: Nuk ka zot veç teje, ti je i patmeta, unë jam një prej të padrejtëve. Kur të zgjohet ndonjëri prej jush nga gjumi, le të thotë: Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili ma ktheu shpirtin, më dha shëndet në trup dhe më mundsoi që ta përmend atë, ta madhëroj dhe falenderoj. Kur njeriu zgjohet natën e pasaj e zgjon edhe bashkëshorten për të falur 2 rekate namaz, do të shënohet ai si shumë përmendës i Allahut dhe ajo si shumë përmendëse e Allahut. Kur të zgjoheni nga gjumi, thoni: O Allah, me ty e arrim mëngjesin dhe me ty na zem mbrëmja, me ty jetojmë dhe me ty vdesim. Kur të bini në gjumë, thoni: O Allah, me ty jetojmë, me ty vdesim dhe te ti ringjallemi. Kur dikush prej jush fillon të hajë, le të përmend emrin e Allahut të madhëruar, e nëse haron ta përmend në fillim, atëherë le të thotë: Me emër të Allahut në fillim e mbarim. Kur dikush prej jush she ëndër të keqe, le të pështy 3 herë në anën e majt, le të kërkoj 3 herë mbrojtjen e Allahut nga shejtani duke thënë: Eudhu billahi minesh shejtani rajim. Dhe le ta ndroj anën në të cilën ishte i shtrirë. Kur ndonjëri prej jush të shtin, le të thotë: Elhamdulillah, falënderimi i qoftë Allahut, ndërsa shoku apo vllai i tij që është afër le të thotë: Yerhamuk Allah, Allahu të mëshiroft. Atëherë personi që të shtin le të thotë: Yehdukumullah wa yesli balekum, Zoti ju udhëzoft dhe gjendjen tuaj e përmirësoft. Kur robit i vdes fëmia, Allahu u thotë angjëjve: A ja keni marrë shpirtin birit të robit tim? Ata thonë po. U thotë: Ja keni marrë loçkën e zemrës ti? Thonë po. Pastaj Allahu prap thotë: Çka tha robi im? Thonë: U falënderua dhe tha: Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Allahu thotë: Ndërtojeni robit tim një shtëpi në xhenet dhe jepjeni emrin Beitul Hamd, shtëpia e falënderimit. Në emër të Allahut dhe sipas sunetit të pejgamberit të tij. Marrja e abdesit me rregull dhe plot është gjysma e imanit, besimit. Falënderimi Allahut e plotson besimtarit peshojën e veprave. Lavdia dhe falënderimi Allahut
e mbush krejt hapësirën mes qiejve dhe tokës. Namazi është dritë, sadakaja është dëshmi, durimi është shkëlqim, kurse Kurani është argument për ty ose kundër teje. Çdo njeri punon dhe mundohet, mirë po dikush do të arrijë ta blejë me punë të mira veten dhe ta lirojë shpirtin e tij, kurse dikush tjetër ta shes e ta shkatërrojë atë. Allahu i lartë madhëruar thot: Unë jam me robin tim gjithmonë kur ai më përmend dhe çdo herë kur buzët e tij lëvizin për të më përmendur mua. Allahu i madhëruar thot: Robi im, nëse ti më përmend mua në vetmi, edhe unë të përmend ty kur t'jesh në vetmi, e nëse më përmend mua ndër grup njerëzish, edhe unë të përmend një grup më të mirë edhe më të madh. Allahu i madhëruar thot: O robi im, unë jam në përkujtimin tënd për mua, dhe jam me ty kur më përmend mua. Zemra që bën hamd, gjua që bën zikër dhe gruaja e mirë e cila të ndihmon në dynja e hajret, janë thesari më i mirë për njerëzit. Fjalët e lehtësimit dhe çlirimit nga brengat janë: Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të mëshirshmit dhe të ndershmit. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të lartmadhëruarit dhe të fuqishmit, dhe nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Zotit të 7 qiejve dhe Zotit të Arshit fisnik. Dy fjali të lehta në gjuhë, të rënda tek peshori e gjykimit e të dashurat e Rahmani, madhëria dhe falënderimi përkasin Allahut dhe madhëria dhe fuqia i përkasin Allahut madhëruar. I dërguari i Allahut, kur e përfundonte namazin, 3 herë bënte istighfar, duke thënë Estaghfirullah, e pastaj thoshte: Allahu im, ti je shpëtimtari dhe nga ti vjen shpëtimi, bekimi qoftë mbi ty, o posedues i madhërisë dhe bujarisë. I dërguari, paqja e Allahut qoftë me të, përmendte Allahun në çdo kohë, në çdo rrethan. Nxitni ata që janë pranë vdekjes të thonë: La ilahe illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Nuk ka asnjë punë më të dobishme për njeriu për t'i shpëtuar dënimit të Allahut se sa përkujtimi dhe përmendja e Allahut, dhikri. Shembulli i shtëpisë ku përmendet Allahu dhe i shtëpisë kur nuk përmendet Allahu është sikurse shembulli i të vdekurit dhe të gjallit. Kush lexon ajetin Kursi pas çdo namazi farz, vetëm vdekja e ndal nga hyrja në xhenet.